Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana min ladunka ilman ya rabbil alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la daynan illa qadayta ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. Të nderuar musliman, vllazën dhe motra, po ju përshëndesim sikur që po na shihni e po na dëgjoni nga kjo xhami e Lincit. Në përshëndetjen që në takon ju përshëndet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Netët e Ramazanit po na stolisin edhe xhamiat, edhe najat, edhe mezhliset, edhe tribunat. Ditët e Ramazanit ka dasht Allahu Jalla Jalaluhu, inshallah po na I djegin mëkatet, gjunahet që po I bajmë e që I kemi bërë. Ju keni dëgjue çdo herë dhe po dëgjoni pandër prej alhamdulillah prej hoxhallarëve të juaj, alhamdulillah ligjërata po derse të ndryshme. Ndërto e dini se Allahu ka dasht me këtë muaj të shenjtë që prej Ramazanit e në Ramazanin tjetër, e prej gjumas e në gjuman tjetër, e prej çdo namazit e në namazin tjetër. Unë janë nisa prej Ramazanit, kurse në hadith fillon prej namazit. Allahu ka dasht që të ne I fale gjunahet, mëkatet, e inshallah Allah I na pastron ditën e gjykimit, prej mëkateve na bëft për xhenet ya Rabbi. Edhe me siguri I pa dyshim të jemi nga kjo xhami ku vllau I jon, Hoxha Luli, ka folë boll, ndoshta me deri tash 20 ditë po bahen, u ban veç se çka është Ramazani I cili as-siyamu wal Kur'an yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyamah. Agjerimi edhe Kur'ani bajnë shefat të robit ditën e kiametit. Kjo është një hajër I madh. Unë sonte si mysafir, pa e ditë se çka u fol para meje këtyre ditëve, edhe unë do të marr hise, do të marr pjesë me disa fjalë në këtë ders apo në këtë mbrëmje të sontit, duke patur parasysh, që ju që po na ndëgjoni të jepni kontributin e juaj në rrugë të Allahut Xhelle Xhelalu. Ai kontribut është dihet sadakatul fitri në Ramazan, zeqati ma shumë jepet në Ramazan, mirë po ky kontributi tjetër po jepet më pak. Edukimi I fëmijëve dhe ngritja e vlerave të moralit. Prandaj më shumë do të kyçem te çeto gjëra. Tash Ramazani po shkon veç, ka kalue 20 ditë, ka filluar mi paluar rrobat e veta, edhe do më na thonë neve o vidazen, shkova. Mysafiri kur të shkoj, kur ka ardhë ky mysafir, ka ardhë me ne I falë gjunahet, me na hjeshu, me të ardhë një mysafir I shtrenjtë, që të vjerë të shtëpia pare, lek, që të sjell euro, mall, I qef me të ardhë ma shpejt edhe njëherë. Më kanë me në ardhë një mysafir që na jep çdo ditë ka 1.000 euro, ose ka 2.000 euro, ose ka 5.000 euro. Çdo ditë I kishim nderue, I kishim kap për qafe, I kishim bo hajën e mire, fjetjen e mire, për sjellje I kishim bo, riktu I kishim bo. Muji Ramazanit është më I madh sekreta që ato që pak I përmenda. Në këtë muj, masi po vinë kështu punët, na duhem mysafirit, zakonisht mysafiri kur të vjen edhe është I ndershëm, edhe na kur ta përcjellim, e përcjellim me shumë nderime. Zakonisht tek popullata jon, të gjithë që po na ndëgjoni, unë po du me ju kushtue fjalët ma shumë atyne që po na shohin e po na dëgjojnë,
Jo juve në xhami që jeni, e keni nejtë të tërkohën me hoxhën. Ata që përmes kompjuterve, në internet, në botën e madhe, në këtë glob prej Australisë, në Kanada atje, që po dëgjojnë me mia dëgjues, Allahu xhalla xhelaluhu ju nderoft. E dini të gjithë se kur e përcjellni një mysafir, traditë e muslimanëve ka qenë kjo, i kemi dhënë me veti diçka. Në këtij mysafirit që po na shkon, çka do t'i japim? Na kemi marrë faljet mëkateve, namazet, ibadetet, këtë, në po kem qef, diçka me nderua këtë mysafir. Një ditë, Muhamedi alayhi salatu wassalam në bisedë me Aishën, gruën e vet, radhiyallahu anha. Aisha, gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nona jon. Gratë e pejgamberit janë të gjitha nonat tona. Ndërto është edhe Aisha radhiyallahu anha. Po i thot në Ramazan burrit vet, ja Rasulallah. Urdhno Aisha, tha lutju Allahut për mu. Ti ja Rasulallah, lutju Allahut për mu. Ka po dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Aishën. Edhe ka thonë, Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ja Allah, falja gruas teme gjunahet që i ka bo e që ka mi bo. E që i ka bo të hapë të mënyrë të hapër, e mënyrë të msheft. E Aisha si grua e re, nëna e janë, pra Aisha radhiyallahu anha, vajza e Ebu Bekrit ka qenë, është martuar shumë e re me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I ka pëlqyer shumë kjo dua, edhe duke qeshur shumë, duke qeshur shumë, që ka bërë dua burri për grua. Duke qeshur shumë kështu, është laku kështu, duke qeshur edhe i ka rarë në prehen burrit vetë. Që i ka pëlqyer duaja burrit. E Rasulullahi alayhi salatu wassalam për i thërë, ja Aisha, oj Aisha, atë pëlqej duaja ime? Tha, si mës të më pëlqej duaja e jote, ja Rasulallah, si mës më pëlqyje? Duaja pejgamberit kuj nuk i pëlqen. Na me i bon dua dikuj, na, me ju lutë Allahut për dikem, Allah i të dhasht bereqetin, Allah i t'i uzoft e vlat, Allah i t'i falë babenon, Allah i t'moft për gjenet, Allah i t'largoft prej qijave, Allah i t'largoft prej zjarëmin gjehnemit, që në kam su Allah në Kur'an, Rabbena gfirli veli valideje, veli l'muminine, jo me jakumun hisab, Rabbena atina fi dunja hasanatan, ve fil akhireti hasanatan, wa qina adhaben nar. Na mi bo dua dikuj sa gëzohet. E pejgamberi ka bo dua Aishës, nënës tonë, gruas vetë pra. Po e përmendi shumë herë, nënës tonë, për arsye që ta dini të gjithë ju kush po la përcillni, se gratë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prej më të madhës Khatijës, e deri se ma e vogla në mosh, ajo ma e vogla në mosh ka qenë Aisha, jo e fundit Aisha, e fundit ka qenë edhe ma vonë, edhe Maria ka qenë, Maria, një femën që ka martu pejgamberi ka pas emrin Maria, e cila ka ardhur prej mbretit Kaukis të Egjiptit, dhurat për Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, Maria, edhe Maria është nëna e jonë. Domethënë do t'ju them, kush i t'i leje një vajzë, le t'ja ngjete emrin lirisht Maria. Se kujtojnë halkis se vetëm krishtian të ngjesin emna Maria, Santa Maria. Ja. Ata Santa Maria për Merjemin e kanë fjallën. Mirë, po kjo është gruaja e Resulullahit e ardhën prej Egjiptit, dhurat, ka qenë sklave të romak të Egjiptit të mreti Mukaukis. Ai mreti ja ka quar Resulullahit që ka pranua që janë Resulullah, ja ka pranua letrën e Resulullahit, edhe i ka quar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një sklave për me i bon hizmet Marije.
Pejgamberi Marijës i ka paraqit Islamin, e ka pranua, e ka martua grua, prandaj ajo është bo Maria nona e jon, radhiyallahu anha. Edhe Aisha si femna ma e re, është nona e jon, radhiyallahu anha. Edhe Khadija si gruaja ma e vjetër e Resulullahit, ma e parë dhe ma e vjetra, është nona e jon, me argumentin kuranor, wa azwajuhu ummahatuhum, dhe gratë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam janë nënat e besimtarve. Kur u gëzua me duan e pejgamberit, duan e burrit, nga gëzimi duke qeshur, i ranë prehnin e Resulullahit. Tha, ja Aisha, shumë të gëzoj tyje duaja ime, tha, si mos të më gëzoje duaja jote ja Resulullah, pse duaja pejgamberit nuk kthehet prap. Do më thonë, Aisha po bëhet prej xhenetlive, po i falen gjunahet. Atëherë, pejgamberi tha, oj Aisha, këtë dua që e kam bo për ty kështu, e kam bo edhe e bojnë për gjithë ummetin tem deri ditën e Kiametit. Allah i ne falë të gabimin. Por ashtu në këtë Ramazan, Aisha njëkohësisht, e njëjta druhet. Për i thot një ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Resulallah, burrit vetë për i thot, ja Resulallah, urna Aisha, tha, ma mësoni dua të bojune, ti ma mëso, unë të mësoj. Ti thuj, unë për mësoj prej teje. Këta, kretë që për ndëgjoni, inshallah e mësoni, edhe kadal ka me e përsërit dyherë. I ka thonë, oj Aisha, thuj, banë qështu, thuj, fol. Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Edhe njëherë. Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Që do më thonë, ja Allah, ti e falës, Allahu jënë falës, e donë faljen, Allahu e donë faljen, fa'fu anni, mi falë mua. Prandaj edhe ti, o musliman, edhe ti, o muslimane, edhe ti, o ma i vjetër, edhe ti, ma e re, edhe ma i ri, mëso këtë dua, që goja e Resulullahit e ka folë, e ja ka mësu gruaz vetë më thonë, Allahumma, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inshallahu ta'ala. Çfarë kjo dua ka që madhe? Kuj po i lutesh ti? Po i lutesh falësit. Prandaj, në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, ju lutni Allahut, wa antum muqinuna bil ijaba. Ju lutni Allahut të bindur se ju përgjigjet. Allahu do të na përgjigjet. Pa dyshim. Allahu na përgjigjet pa shibe hiç. Prandaj në Kur'anin famlar ka urdhëruar thënë, mas ajetit shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, që keni mësuar gjatë këtij muaji, ajeti tjetër i fundit faqes njëjtën sure, Al-Baqara, thot: "Wa idha sa'alaka ibadi", e nëse pyet robi për mua, pyet ty ja Resulullah, "Wa idha sa'alaka ibadi", rob të mi pyetin ku jam unë, fa inni qarib, unë jam afër me rob të mi. Ujibu da'wat ad-da', jam afër, i dëgjoj, jam afër, i shoh, edhe jam afër, i di se çka mendojnë. Prandaj, përmirësone niyetin, qëllimin, përmirësone ndreqne, se vetëm për me ndreq është qëllimi. Atëherë, këtë lutje që da i pranon, Allahu na ka garantuar në Kur'an, na ka treguar, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib", unë jam afër robit tem. Ujibu da'wat ad-da', i përgjigjem thirrjes ti, kur të më thret, kur të më lutet, unë i përgjigjem. Ujibu da'wat ad-da' idha da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi. Le të mundohen me më lyp mua, le të më besojnë, le të binden mua, la'allahum yarshudun, po deshen të jenë në rrugë të drejtë. Ne alhamdulillah jemi në rrugë të Allahut xhalla xhelalu. Alhamdulillah, shybes kemi fare. Mirë, problemi është sa jemi aktiv.
sa jemi aktiv në rrugën e Allahut xhalla xhelal. Për arsye se duam ta fitojmë xhenetin. Transmetohet në hadith se Allahu xhalla xhelalu i ka treguar Gjibrilit xhenetin kur e ka krijuar. Ka thënë, o Gjibril, e shihe çka kam krijuar për robët e mi. Kur ka pa Gjibrili se çka ka në xhenet, ka thënë pejgamberi për xhenetin është çka syni s'ta ka pa, veshi s'ta ka dëgju, as kishëran mend ty çfarë mundet me qenë. Allah i na baft prej xhenetlive. Kur e ka pa Gjibrili se çfarë është xheneti, ka thënë, ja Rabbi, krejt pas kanë qef me hinë xhenet, kërkush s'ka me të pa hinë tonë. Se kur ta shohin këtë send mirë, krejt kanë qef me hinë tonë, me hynë te. Ka thënë, hecë shihet është xhenemin çfarë e këmë bëhë. Kur e ka pa xhenemin, Gjibrili ka thënë, ja Rabbi, asnjë njeri s'ka me hynë tonë kur ta shohin sa i keq koka. A do dikush me hynë xhenem? Askush. Allah i na pështoft. Kur i ka treguar tani Allahu xhalla xhelaluhu hymjen që shënsh deri në xhenet, edhe hymjen që shënsh deri në xhenem, ka thonë ja Rabbi, Gjibrili ka thonë ja Rabbi, pak pas kanë me hyrë në xhenet. Se rruga e vështirë është deri në xhenet. E vështirë jo pse s'mundet mu arrit. E vështirë se robin po e kaplon epshi kojtja e dynjas, edhe po devijon prej rrugës drejt. A xheneti fitohet duke ju përballuar vështërsive, se është send i shtrenjtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhenetin e ka cilësuar, ela inna sil'at Allahi ghaliya, ka thonë. Kjo rroba e Allahut që është këtu është e shtrenjtë për xhenetin, ka thonë. Xheneti është send i shtrenjtë, e send i shtrenjtë nuk është falas. Do mund, e në një hadith tjetër ka thonë, hufet il gjennetu bil mekarihi va hufet il naru bil shahawat, xheneti mbushet dhe hynat të ten duke ju përballuar vështërsive. Çfarë vështërsi kemi? Duhet ju tregoj një rast shumë interesant. Unë erdha para 4 diteve prej Kosovës, prej Prishtines për në Itali shkova, në Verona të Italisë. Hypëm në aeroplan, a gjerushëm. Unë vrejta në kret aeroplanin, diku 3 vetë s'kemi pi, s'kemi hangër. Aeroplani ka qenë prej të mëdhenjve, diku 200 vetë kanë vinë tonë, se shumë i madhë, ke? Aeroplani shumë i madhë. Unë i vrejta që ta 3 vetë, që të tjerët, kret të knaqë me langje, me pije, kjo është ofenziv, kundër urdhmit Allahut xhalla xhelalu, që na ja Rabbi, ti ke urdhëruar me agjeru, na nuk agjerojmë. Edhe frikë s'ta kemi, mes tokës dhe qiellit, mbi vranësira nuk agjerojmë. Ha me pim, se kem der, plus asaj kam pa disa në vend langjeve të ujit dhe langjeve të tjera, si donin pinin, kërkonin edhe birra. Në Ramazan me pi edhe birra. E Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ka thënë wa antasumu khairul lakum, ju na agjerofshit edhe në rrugtim, në udhtim, është më mirë për ju. Sa frikohet, sa ka hallin, sa mundet me arrit robi me pështua prej telashës. A ju i mirë është në Ramazan? Neve kretve po na pihet. Po për Allahun xhalla xhelaluhu, që ka thonë Allahu, s'ka me pi, s'ka me hangër, na s'kena me pi. Allahu s'është fare nevojshëm për agjerimin tonë. Mirë pa, ka urdhëruar Allahu xhalla xhelaluhu, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, u bë agjerimi për ju obligim. Për çka në fund ka treguar që të jeni të devotshëm. Çka do të thonë të jeni të devotshëm? Se fjala devotshmëri edhe s'po kuptohet shumë aq sa po duhet me kuptu. Që të mbroni vetin prej zjarmit dënimit, xhenemit. Pse? Pse ka më na dënua? Po nëse thehet urdhni Allahut, po. La'allakum tattaqun, çka dashit më pështu? Allahu ka urdhëruar. Kur Allah i urdhëron, na thon sami'na wa ata'na, e dëgjuam ja Rabbi edhe për fillin. E në mbrëmje, që ato që i patet gjatë tërë ditës haram të ndaluara, në mbrëmje i ki halal.
Vetëm e vetëm, Allahu po don me të sprovua robin, sa je i dëgjueshëm, o robi jam. Kam urdhëruar prej syfyrit deri në iftar, as me hangër, as me pi. Kam urdhëruar, sa do të jesh i dëgjueshëm, o rob? E na thon, po ja Allah. Prandaj Allahu po e shpërblen robin për hatër të agjerimit, ma shumë se për Ramazan, se për namazin, e ma shumë se për haxhillekun, e ma shumë për zeqatin, po e merr përsipër vetë, për arsye se agjerimi është një ibadet i msheft. Edhe njeriu ka të bëje drejt për drejt me nefsin, me pojtjen, me epshin e vet. Kredo ju hahet në Ramazan, del në treg, shko atje në supermarket, në farmarketa keni ju këtu në curi, në këtë farë që patem në këtë qytetit, në Linz, shko masi që njësë në market, supermarket, qka blesh, zdish sa me mush, qka nuk ki me hangër e mushish, mirë po për hatër të Allahu Gjelle Gjelaluhu, kështu ka qenë Ramazani edhe kështu ka me vazhdu inshallah. Prandaj ju që po dëgjoni, si po e përcjellin këtë Ramazan? Po shkojnë Ramazanit e muslimant po e hajnë Ramazanin. Muslimant po e hajnë Ramazanin. Pavarësisht prej shkencës që ka treguar sa është shërim për neve, kret në rregull. A është urdhni Allahut me agjeru? Po, u kry puna. A është urdhni Allahut me fal namaz? U kry puna. Dynjon të talam. Mandej po mendojnë të tjerët se nëse agjerojmë do psohemi. Nëse agjerojmë humbin kondicionin, humbin forcën. Jo, nuk është ashtu. As se si, nuk mundet me qenë ashtu. Allahu nuk ka për qëllim me shkatërru e robin. Allahu vetëm po don me e sprovu robin, që me dëshiren e vet me e fitu hyrjen në xhenet. Me dëshiren e vet, e Allahu tani bën rahmet ndaj robit vet, edhe për sebe veprave të mira që ka qenë i dëgjueshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ja fal xhenetin. Kurse xhehenemi mbushet duke ju përballuar, duke i pasuar epshët. Epshët. Disa gjëra duken paksa diktatorike në Islam, duken pak. Allahu po urdhëron robin me fal 5 vakët namaz. Allahu po urdhëron robin prej pasunisë së vet, zeqat, me ndar zeqat. Allahu Gjelle Gjelalu po don robin me provu në fund të Ramazanit me da sadakatul fitrin. Allahu Gjelle Shanuhu po e don robin e vet që njëherë në ymrin e vet me nda një sasi të pasunisë, me grumbullua, me ble biletën e me shkuën haxhillek, me u fut me një popull kalabalek, rëmuj ku bahat numrikisht shumë i madh, e që t'jenë të gjithë së bashku i bardhi, i zivi, i verdhi, i kuqie, ajo gjuhë, kjo gjuhë. Allahu Gjelle Gjelaluhu kështu po don që ta mbyllë njeriu, ta mbyllë, e dokën këto gjëra pak si në formë të diktatorisë. Mirë po, Allahu Gjelle Shanuhu ka ndaj robit të vetë një diktaturë? Asësi. Prandaj, këtë muj që po agjerojmë, që agjeruam veç mbaroj, ai që nuk ka agjeru, çfarë është sot? Ai nuk ka t'jap as sadakatul fitr. Shiko, edhe nderin që duhet me e gëzu fukaran, as ato nuk i tako. S'kiti sadakatul fitr, masi s'ka agjeru. Marume. Fëmijët kanë sadakatul fitr. Pleqë që janë smund, edhe nuk agjerojnë, e kompenzojnë agjerimin, kanë sadakatul fitr. Të gjithë, këta dhe ata. Kurse të shnoshit që nuk agjerojnë, të shnosh të fort, nuk agjerojnë, nuk kanë sadakatul fitr. Allahu Gjelle Gjelalu nuk po lejon që të kenë bile edhe karakterin ma të vogël të gëzimit të gëzoje dikush dikend me sadakatul fitr. A gëzimi çfarë vlere ka ta gëzojsh dikend? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e fut një gëzim në zemrën e muslimanit, në zemrën e një fukaras, në zemrën e një jetimit, kush e fut një gëzim, a son gëzima, ose i son gëzim? Mi mles në për shembull
10 familje, ka 5 antar, 50 antar. Sa është një vitër këtu në Austri? 10 euro. 50 antar, ka 10 euro, 500 euro. Po bëjmë kështu? Jo, 50 antar, ka 10 euro, 500 euro. 500 euro me aqu një familjes 5-6 antarshe, e ke fut gëzimin për marak në atë familje. Shka ka bon? Mund të siguroj drunë të dimnit, e kem fjallën për vendet tona, ose ku do qofshi. Nuk shkohet ato vetëm aty, dhe në vendet tjera shkohen ku e në fukarat, edhe e siguron bukën, ndërshta e tërë dimnit 5-6 mujve. A nuk e ke gëzua bolla? Wallahi e kemi gëzua. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e fut gëzimin në zemrat e disa fukarave, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me fut gëzimin të ata ditën kur një ditë do t'ke dhrohën dojnë sa në ditën e gjykimit. A sa mirë shumë? Wallahi është mirë shumë. Prandaj që këtë Ramazan që jemi na mrekullit madhe kemi para vetës. Walhamdulillah. Mandej në Ramazan, masi jemi me Ramazanin, le të shkoj kështu deri në fund të Ramazanit, rreth Ramazanit. Ramazani është një kurs i leximit Kur'anit, i namazit, i bujaris, i dhanjes së iftarit, iftar që i qesish dikuj, i sadakas, i zeqatit, një kurs mas Ramazanit, çka do të bësh. I ke falë në Ramazan 5 vaktet. 5 vaktet i ke falë. Sa do pak i kanë në kontakt me lexim të Kur'anit, i kanë gjithë i shoqërushëm. Sa do pak i kanë i shoqërushëm me xhamatit në xhami. Mas Ramazanit si do t'jesh? Wallahi këtë kurs që e ke bon gjatë mujtë Ramazanit, duhet me e vazhdu. Deri në Ramazanin tjetër. Me këto edukata, me këto tërbije, me këto veti, me këto sifate apo cilësi mira të këtij muji të madh. Prandaj të nderuar ju që po dëgjoni këtu në xhami, edhe ju që po na dëgjoni përmes këtij syrit kamerave të internetit, të gjithëve po ju tham, të gjithëve pa dallim. Na ndihmoni, mos keq kuptoni kështu veç kur të më na ndihmoni, se si thosh na ndihmoni, po kujtojnë hallë këtë veç na ndihmoni me lek, me euro, jo. Edhe ma to pahat, na punojmë qasi punë, mirë po kem qëllimin, na ndihmoni që të gjithë të edukoni familjet e juja. Ta predikoni fjalën e Allahut Gjelle Gjelaluhu, t'ja mësoni fëmijëve t'juj bismillahin e shahadetin, e t'ju tregoni vllazërive dhe motrave dhe evladëve t'juj, që kjo është na ndihmoni. Pse po e tham këtë fjalë? Duhet t'ju tregoj një rast që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo temë tjetë të pak e gjonë, në kohën e tij ka folë një fjalë kësaj. Men rajulun minkum yu'vini, a ka burra prej juve që më përkrahen, ka thënë sahabëve. Men rajulun minkum yu'vini, hatta ubelligha risalet e Rabbi, që ta predikoj fjalën e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Pejgamberi ka lip, fa inna Qurayshan qad mana'uni an uballigha risalet Rabbi, sepse Qurayshët më patën ndalë ta predikoj fjalën e Allahut. Të nderuar vllazën edhe të nderuara motra, për hir të Allahut po them, të gjithë bëhuni aktiv, të gjithë. Për arsye se na, muslimanët, në përgjithësi, e shqiptarët në veçanti. Kretë ymeti ka halët e veta, por shqiptarët i kemi edhe në halët tona, edhe goxha të mëdha halë. Kush po na ndihmon për me prediku fjalën e Allahut? Cili institucion shtetënor? Kamera televizive? Wallahi jo. Kamera televizive na kanë dalë deri këtu me filma meksikan, brazilian. Gjitha kanalet televizive.
Çka po I sjellin popullit? Wallahi bërllog. Wallahi bërllog. Po duhet me I përcjell na filmat, serialet, çka po bëjnë Meksikanët, familjet e tyre, edhe Brazilianët, Argentinasë. Subhanallah, apo Spanjollët. Çka kanë bëjnë shqiptarët me jetën krishtere të Spanjollëve, Meksikanëve, e Brazilianëve? Çka kanë bëjnë? Çka kemi na me ta me bëjnë? Prandaj po ju tham të gjithëve, e dini vetë se e vladi jytë një Bismillahirrahmanirrahim s'di të thëtë. Kur hanë buk me dorë të shmajt, nuk e hanë me djastën, po e pret me thikë me djastën, ja ka futur pirunin me të shmajtën, po tutët me ndru duart. Po me qëton për e pret, me qëton që e ka futur me të shmajt, me qëton për e hanë. Një bismillah nuk e dim, me hangër buk si ka hije, ku duhet, si duhet, me hangër buk nuk dimre. Me të vërtet e shumë keq. Tash në Ramazan, unë ku jetoj t'ju tregoj, është një vend që asisoj që disa afer një vendit aty ka shumë hekura kështu, rrethojat hekurit. S'ka ditë që nuk gjojsh me qese bukët që kanë met prej iftarit apo prej syfyrit. I kanë lënë aty dikush me I marrë me aqit lopës, apo bërlogët që I mledhin beturinat ata, I marrin e gjujnë në bërlogët. Të I krumbullua, prandaj po thëmë në ndihmoni, tregoni se goja bukës zbanë më ranë tokë. Bismillah s'din me thanë kur hanë bukë, qka ngell për bukës nuk din me erujt, kurse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, asaj Aisha, nënës tani ka thënë, oj Aisha, ornoja Rasulallah, ruj ka thënë nimetet e Allahut, sepse ato, nëse njëherë dalin prej shpis, nuk kthehen edhe njëherë në shpi. Prandaj duhet me pas shumë kujdes familje të ndëruara. Edhe juve për ju thamë të gjithve në përgjithësi, inshallah ta'ala, kjo është në ndihmoni, edukimin e fëmijëve t'juj, përmirësimin e jetës familjare, edukata islame në familjet e juja. Selami, përshëndetja islame ka hub krejt, e juve gurbetgjive për ju thamë që jini këtu, tjetër sen s'pëdin ata e vlatë të juj për atihit, veç për jau qelin celularin, hallo, përna, një celular, iPhone, 500 euro. Ai qetëri, hallo, një zingjir për më duhet, se ka me mlidh, baba mu. Për shka zingjirin për duhet, ka me t'lidh, për do një kuj, një bilizik, një vath për hund për më duhet, për dhimit italian. Në hund. Ja 3-4 përveshi këtu. Ko është edukata familjes muslimane? Po vi tek nene në aeroplan, burrat 40 vjeç, 50 vjeç, me vath e në vath. Mashkulli e va me vath. Femnat kanë qenë stoli me vath. Tash mashqit vathen këtu, zingjirin këtu, ka qelë gjyksin zingjirin e trash të ari, e këtu zingjirin. Këto janë haram, këto stoli janë mashkullive musliman, këto janë stoli haram, Allahu nuk ka leju kështu me leju, as pejgamberi s'ka leju. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam një sahabi ka pas onazën e arit në ngisht, e ka marrë dorën, edhe e ka nxjerrë onazën, edhe e ka gjujt, edhe ka thonë, kush e ven këto në dynja, s'ka me pas në ahiret në xhennet. Edhe ka shku pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Shoku I ka thonë, shko merë, tha se shkoj pejgamberi. Tha vallahi, diçka që pejgamberi e ka gjujt, nuk e marrë më unë kënjeli edhe njëherë. Edukat! E ti, ai nuk di selam prej atjehit. Selam aleikum, s'di me thënë, këtë kam baba në lincë. Një zingjir baba po më duhet. Ani baba, a për shkoj shkollë ti po, 2 zingjira ti bie baba. Çfarë zingjira të me që? Ta zingjira që I keni lidhë këtu lësterat në gjami? Që këta edukat, pra me po thëmë në ndihmoni. Ka ndalë fëmijët prej dorës. Keni pas jenë bo me këto farë tushe?
Ha? Tatuazh. Tatura. Qysh duhet? Api tetova, api testiva. Tatuazh. Tatush që të që shkojnë në lëkurë. Aja është prej punëve të shejtanit. Shejtani, ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, kam i mashtrua ata në qatë shkallë, kam i mashtrua në qatë shkallë dhe në këtu, derisa, fali ju gajiru në khalq Allah. S'ka mi pëlqyë vetët pasyre. Flokët do të mi bështëm. Si ato flokët e palë. Me gjellë. Një qip të poshtë me në shushtë. Ja tregon tha 4 këtu, e njën këtu, e njën vetër këtu. Njën bus. Edhe njën buz. E njën kërthinës. E një zingjir këtu, edhe njën ngu. Shka është kjo më në vlazër? Shka është kjo? Tregonju, ndëgjoni edhe tregonju, edhe inqizone, edhe tregonju, shka është kjo? Subhaneke ja Rab. Edukata islame në familjet muslimane. E vlatë të juj, tonit, gjenerata e ardhshme e umetit Muhammed sallallahu alaihi. Gjenerata e ardhshme e umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Femnet, zbuluara në atë deregje, shqipojnë në gjyks. Po ta shëndrua flamuri. Ta shtetevizatoj e jugët gjashtë. Mashkujt, për i shohin këta lejtarët, futbalerët, kretë krahin të shkruam, kretë shpinën, komplet trupin të shkruam. është djeg e ka voni ushtrim për zjarë në gjëhnemi, saj që djeg në atë shajt, ka pas dhimbje, që është shpua. E zjarë në gjëhnemi qëfar ka me qenë? Vajzat një lullë qëtu, një lullë mes shpinë. Allahu Ekber, valillahi lhamd, Allahu Ekber. Mos harroni, e vlat të juj, motrat tona, vallahi e vlat tona. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O besimtar, shpëtoni veten dhe familjet e juaja prej zjarrit të xhenemit. E tash, kur t'ju thon na ndihmoni, çka po thoni ju? Qysh e zgjedhim na problemin që popullata jon të jetë ma e ndershme, ma e sjellshme, ma e udhëzuar, ma me namaz, pa alkohol, pa duhan, pa drog. Kush dhe të punoje? A pjallom hoq, puno veç ti. Na veç po të punojmë. Vlazen që ka pëmnoni, vallahi, mos u mashtroni veç në ligjerata pëmnojmë. Aktiva bani, qollu, punoni. Bollë ligjerata. Qëka të derse, qohë leviz. Ija një hoqe, fole, ija qetri, fole, ija qetri. O, u shurdhuëm juve të folë. Gjithë aktiv, me punua, me kenë punë. Me punë, drejt për drejt, punë efektive, që t'jep rezultata e punë. Duke filluar prej fillimit të haja të pija, e të shkuarja edhe të nevojtorja. Ku nuk di, edhe para se me hynë nevojtore duhet me bo dua, edhe si kryhet nevoja, edhe kur dilet me pas dua, e me konë, krejt me jetu o dinin islam. Në këtë formë, inshallah, dalim nga kriza. Prandaj po ju thamo të ndëruar që na keni ndëgju edhe po ndëgjoni. Të gjithë të kyqeni drejt për drejt. Të gjithë. Vallahi mos jalini vetëm, kemi bon CD-ja, kemi bon sa libra, kemi bon diçka, u zgjat problemi i popullit tonë. Jo, vallahi. Vallahi ti e falish 5 vaktin, vllai yt nuk ka xheron në Ramazan. Ti e falish 5 vaktin, mashallahu taala, gruaja jote s'do me një heq për atë punë, pa shami edhe belin qelë. Unë do të kthehem pak me të tha fjallë ata që jenë dë vendit tim, Kosovash. Në përgjithësi, po për Kosovë pak. Ke thatësi e madhe. Të gjithë lumen që jenë në për Kosovë u thanë, thatësi e madhe.
Tash që erdhe. Për 5 ditëve në mbrëmje në ora 7 ka qenë temperatura në Prizren 39 gradë. Në ora 7 në mbrëmje në Prizren dhe në Kups. Thatësi e madhe. Po me dashtë Allahu Gjelle Gjelalu me vazhdua thatësi. Ka njëherë po thëmë, ja Rabbi, vallahi tash po foli prej shpirtit, e në goj në gjuhë po e thamë. Ja Rabbi, lutëm një Allahut me rashi, jemi me një shpin, me një ndarkes, ka bahate, faje. Unë s'foli me vlla, ti s'foli me motër, ai s'foli me grua, ky s'foli me evlat, ai s'foli me prindër, ky o prish me atë, ai o prish me këta, ky o prish me atë, ai o prish me këta. Mes neshkje, ai o prish me Allah s'fal namaz, ky nuk ka gjeron Ramazan, ai e pin alkoholin, ai qetri shkon mas punëve të mbrapshta, ky qetri vjet, ai si jemi bo një popull gjunaqar, si të bëhme një popull gjunaqar, Allah i na i fal, na i ndalon pikën e shiut. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muadh ibn Jabelit radhiyallahu ta'ala an, ja Muadh, o Muadh, iyake wal ma'sije, ruju gjunahe më zban, ruju më spalo gjunahe, fejnë el ma'sije, tahillu sekhat Allah, nga se mëkatet kur palohen, bohen shumë, e hidhrojnë, apo e sjellin hidhrimin e Allahu Gjelle Gjelalu. E Allahu nëse është i hidhruar prej robit vetë, nuk ja qënë rësku. Rësku vjen prej qilit, ba fissema i rësku kumë vë ma tu'alu. E mbaroj në fjallën e santit me kaqë, duhet të thamë edhe njëherë në fjallë shumë të shkurta të gjithëve juve që jeni këtu që këna dëgjoni, edhe të gjithë që keni qenë të kyqur për mes radiopendimit kësaj kamere se vogël që e kam në para veti, ja vetëm më dëgjue, qonu kyqë në punë. Për pyti pak para pak dite një plak të në ligjeratat tona që në për Kosovë. O vlla, thasha, po i jep gruas edhe e vlatve kur po hinsh në shtëpi, selam aleikum. A ju jep? Tha kum gjeta, tha bashmu, tha kur, tha si jap selam. Në shtëpi po hinka, nuk i jep, po hyn në shtëpit vet, as gruas, as e vlatve, kënë ka, kërtu nuk i jep selam. Allahumma anta salamu wa minka salam, të barek bi adhe l-gjelali u ikram. Për fund, Allah në ndihmoft. Allah në forcoft, Allah i ibadetet në i pranoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.